Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Do të vazhdojmë të flasim rreth foljeve në gjuhën slovene. Se si të themi lexoj, jap, shikoj, shkoj, përsëris dhe zgjohem në slovenisht, ju lutem ndiqeni videon në vazhdim dhe mos harroni të bëni subscribe kanalin tim në YouTube Mësojmë Slovenisht. Të gjithë ju që tashmë jeni bërë pjesë e kanalit tim në YouTube, ju falenderoj. Vazhdojmë me foljet e ditës së sotmes dhe si zakonisht të gjitha këto folje do të jenë me shembuj. Lexoj në gjuhën slovene thuhet brati. Brati është folje e parregullt në slovenisht, pasi që përpos që ndryshon pjesa bazë ti, ndryshon komplet folja. Marrim një shembull me foljen lexoj. Çfarë po bën? Po lexoj një libër. Kaj delash? Berem knjigo. Berem, lexoj. Berem knjigo. Veta e parë, numri njëjës. Jaz berem knjigo. Jap, dati. Kjo është folje e rregullt, pasi që ndryshon vetëm pjesa bazë ti dhe shtojmë mbaresat. Heqim pjesën bazë ti dhe shtojmë mbaresën, në këtë rast dash. Veta e dytë, numri njëjës ti. A më jep numrin e telefonit? Ti a më jep? A mi dash? Telefon s'ko shtevilko? Po, sigurisht. A më jep numrin e telefonit? A mi dash telefon s'ko shtevilko? Po, sigurisht. Ja, seveda. Ta them edhe numrin. 041-893-023. Niq shtiri ena, osëm devet tri, niq dve tri. Tashmë e dini besoj që numrit 0 në slovenisht i thon edhe nulla. Shikoj, gledati. Çfarë pëlqen të shikosh? Më pëlqen të shikoj filma. Kaj rad gledash? Rad gledam filme. Që përcakton gjinin mashkullore, rad për gjinin mashkullore, ndërsa rada për gjinin femrore. Kaj rada gledash për gjinin femrore, rada gledam filme. Pëlqej të shikoj filma. Shkoj, iti, edhe kjo është folje e parregullt. Nxënësit dhe nxënëset shkojnë në teatër. Učenci in učenke gredo u gledališče. Mund të themi edhe grejo. Učenci in učenke grejo u gledališče. Përsëris, ponoviti, ponoviti. A mund të përsërisni fjalën të lutem? Allah ko ponovite besedo, prosim. Allah ko ponovite edhe njëherë. Allah ko ponovite besedo, prosim. Lejoni veten të bëni gabime, por përmirësoni gabimet dhe mos i përsërisni ato. Zgjohem. Zgjohem në slovenisht thuhet ustati. V
shqiptohet në këtë rast ustati, sepse është para një bashkëtingëlloreje. Nina çdo ditë zgjohet në 7. Nina çdo ditë zgjohet në 7. Nina usak dan ustane op 7. Nina usak dan ustane op 7. Këto ishin 6 foljet për ditën e sotme. Vazhdojmë tani me disa ushtrime në lidhje me folje të ndryshme në slovenisht. Foljet janë govoriti, flas, risati, vizatoj, telefonirati, telefonoj, razumeti, kuptoj, kuhati, gatuaj, brati, lexoj, peti, këndoj, biti, jam. Tani do ta shohim se cilat mbaresa i marrin foljet, pra varësisht në cilën vet apo në cilën numër është folja. Shembulli i parë, mi, është folja govoriti, heqim pjesën bazë ti dhe shtojmë mbaresën, në këtë rast mi. Govorimo slovensko. Fjalia e dytë ka foljen risati, vizatoj, është folje e parregullt, pasi që heqim pjesën bazë ti, por siç e kam thënë tashmë, i ndryshon komplet folja. Këto foljet e parregullta është mirë t'i mbani shënime dhe t'i përsëritni e ripërsëritni derisa ju t'i mbani në mend. Fjalia dytë, moja sosholka zelo lepo riše. Shembulli i tretë, mama telefonira. Peter a razumeš? Peter, a razumeš? Ja, razumem. Maja, Ana in Lena veta e parë numri shumës, mi, në fakt, Maja, Ana in Lena, ato, jo mi. One, Maja, Ana in Lena, kuhajo, ato, gatuajnë. Veta e tretë, numri njëjës, ato, one. Mi beremo, mi beremo, folja brati, folje e parregullt. Mi beremo. Shembulli tjetër, nasha razredničarka lepo poje. Nina iz Ljubljane. Si mendoni? Nina, ajo, ona. Nina je iz Ljubljane. Të ju ndihmoj edhe me përkthim në gjuhën shqipe të gjitha këto fjalë. Mi govorimo slovensko. Ne flasim slovenisht. Moja sosholka zelo lepo riše. Shoqja ime e klasës vizaton bukur. Mama telefonira, nëna
telefonon? Peter, a razumeš? Ja, razumem. Peter, a kupton? Po, kuptoj. Maja, Ana in Lena kuhajo. Maja, Ana dhe Lena gatuajnë. Maja, Ana dhe Lena gatuajnë. Mi beremo, ne lexojmë. Nasha razredničarka lepo poje. Kujdestarja jon këndon bukur. Nina je iz Ljubljane. Nina është nga Ljubljana. Kaq për ditën e sotme, ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe ne miru dëgjofshim në një video tjetër të radhës. Mirëmbëjtje.